E për kë kemi rezervuar vend sonte në rubrikën tonë të përhershme e vërtet e pa vërtet, e shohim në vazhdim. Shokët e dikurshëm Ledri e Visari në foto së bashku. Kjo është plotësisht e vërtetë. Çka po ndodh me këta djem? Sot shihen nuk folin, nesër takohen e bojnë foto. Kjo fotografi i paraqet dy djemt, ish reperin Ledri Vula dhe reperin Skivi Skills, që të dy antar të skillsave dikur, por pas largimit të Ledrin nga muzika, ata nuk u pan të kem folur më mes vete. Kishte raste kur u takuan e nuk falën, por siç duket, në një manifestim dasmor ata të dy morën guximin që të jenë pranë njëri tjetrit dhe sollën këtë foto që për publikun e gjerë zgjon nostalgjin e kohës së tyre. Pas gjithë kësaj, Jennifer Lopez u prek pak sa nga kjo situatë dhe merinjëherë në rrjetin social Twitter ajo lëshoi një ankesë. Dhe më pas shqiptarja u rikthye në punën e saj, por jo në të njëjtin hotel që ishte duke punuar më herët. Make-up artistja shqiptare Suzana Alili po punon edhe me reperin 50 Cent. Kjo gjë është plotësisht e vërtetë. Suzana që në moshë të re u largua për në Amerikë pas punëve të suksesshme që i ka bërë për kompanitë e artistë të ndryshëm botëror si Cavalli, Sherry Hill, Lindsay Lohan, Playboy, kompeticione si Miss Universe e Miss USA. Tani, ajo është duke punuar në klipin e ri të reperit amerikan 50 Cent. Madje ka filluar edhe t'i bëj promocion këtij klipi, duke e lansuar në faqen e saj në rrjetin social Facebook. Kënga titullohet First Date. I urojmë suksese make-up artistës.